Përshëndetje. Quanto riguarda la partita, poi come l'ho detto, è una partita molto importante, diversa, bella da giocare. Allora, abbiamo avuto un periodo di 3 giorni e mezzo da allenare bene le squadre, a parte difensiva, la nazionale è quello, sono 3-4 giorni, veloci, video, pratica al campo, correzioni e partita. Abbiamo arrivato qui pronti tutti, veramente. Ieri un bellissimo allenamento abbiamo fatto, un livello di intensità alto, forti, tutti i calciatori pronti, è quello che voglio vedere in tutti loro. Domani scegliamo quello che va al campo, ma sì, abbiamo lavorato parte difensiva, parte offensiva, abbiamo lavorato come squadra. Quanto riguarda il gol è la ultima parte del calcio, si costruisce, si lavora per segnare. Calcio non è mica semplice, poi tutti i miei attaccanti hanno il mio supporto, tutti loro, io mi fido tantissimo di tutti loro fanno un bellissimo lavoro per la squadra, dopo provano certamente a segnare. Sono convinto che tutti loro sono in grado di andare al campo e segnare. Si që thash, është një ndeshje e rëndësishme, e bukur edhe ndryshe nga ndeshjet e tjera. Për 3 ditë e gjysmë kemi pasur shërbime të vazhdueshme në Tiranë, duke përdorur edhe videoanalizën, më pas duke shkuar në fushë, duke korrigjuar ato çfarë kemi vënë re, po ashtu edhe nga videot. Dje kemi zhvilluar një shërbime të nivelit shumë të lartë, gjithë lojtarët kanë qenë të gatshëm edhe janë përgatitur stërvitjes, janë përgjigjur stërvitjes. Nesër do duhet të zgjedhim lojtarët të cilët do të dalin në fushë, por jemi servitur si skuadër. Goli nuk më shqetëson mungesa e golit nga sulmuesit, sepse goli është fakt pika e fundit e futbollit, sigurisht ndërtohet për të shkuar te goli, por unë kam besim që të gjithë lojtarët dhe të gjithë mund të përgjigjen atyre çfarë kemi përgatitur gjatë servitjeve.